Në bibliotekën e Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër u zhvillua një ligjërat nga studiuesi Jean-Paul Shamsi mbi veprën e Ismail Kadare. Gjatë fjalës së tij ai theksoi se vepra e Kadares është shumë dimensionale dhe mund të analizohet nga këndvështrime të ndryshme për fshirë temat që trajton. Ai vlerësoi suksesin ndërkombëtar të autorit dhe ndikimin e tij në kulturën franceze, duke e krahasuar me figura të mëdha të letërsisë botërore, ndërsa theksoi edhe misterin letrar të marrëdhënies së tij me regjimin komunist. Ce que j'aimerais montrer Për vërtet e dim që vepra e Kadares e generali ushtrisë së vdekur në vitet 70 ka patur një sukses të madh, që nga një moment shumë lexues franceze kanë ndjekur veprën e Kadares. Eric Fay, një shkrimtar francez, flitet shumë dhe thuaj që në veprën e tij ai është referuar dhe ka pas edhe disa citime nga vepra e Kadares. Është e shqetësuese ndonjëherë, pra është ajo mistikja ose gjëja e çuditshme e krijimit letrar, sepse pyetja është si ka mundësi pra që ai shkruante dhe tolerohej nga regjimi. Dhe pikërisht pra këtë pyetje ja kam bërë si ka mundësi që hoxha ju ka toleruar. Dhe ai më ka thënë nuk e di, unë nuk frekuentohem, nuk e takoj dhe në letërsi ka pasur shembuj të tillë, pak a shumë. Ndoshta është pikërisht ajo fuqia që i ka patur dhe ka luajtur me këtë fuqinë që ai kishte si udhëheqës politik dhe ndoshta edhe tek dimri vetmisë së madhe i ka pëlqyer edhe ajo mënyra se si trajtohej udhëheqësi. Albanie, c'est de voir Rektori i Universitetit Toni Ngjuraj u shpreh se pa veprat e Kadares Shqipëria do të ishte më e mangët në prezantimin e kulturës së saj për botën perëndimore. Dhe unë mendoj që pa veprën e Kadares ne do të ishim shumë të mangët të prezantonim botës perëndimore, botën shqiptare, kombin shqiptar, kulturën shqiptare. Ndoshta se askush tjetër ka prezantuar së jashtëmi këtë botë shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nëse flasim për diplomaci publike dhe marrim parasysh vlerat publike të këtij kombi, Kadareja ka qenë, është dhe do të mbetet një referencë. Aktivitetet e tilla vlerësohen si një urlidhëse mes kulturave dhe një mundësi për të njohur më nga afër një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare në arenën ndërkombëtare.